Është kënaqësi për mua që në emër të futbollit shqiptar, që u përshëndes gjithë pjesëmarrësve në këtë sallë. Në fakt këtu slogani thotë historia për te futbollit, po mbase futbolli më shumë se historia, sepse futbolli është më shumë se sa politika, sepse futbolli i paraprind diplomacisë, futbolli nuk është thjesht, vërtet është një lojë e magjishme, por është një lojë e cila bën apo realizon dhe shumë gjëra tjera, bashkon popujt, krijon lidhje, krijon, do të thënë i paraprind diplomacisë. Dhe unë për këtë jam shumë i lumtur që ne ambasada na ka përzgjedhur si partner që ta hapim javën kulturore holandeze me një kujtim të aktiviteteve sportive. Marrëdhëniet tona të Shqipërisë me Hollandën janë të shkëlqyera edhe sot, ne kemi shumë shkëmbime me federatën, kemi marrëdhënie shumë të mira me presidentin e federatës dhe me federatën holandeze, me zotin Frank, i cili vetëm në vitin e fundit ka vizituar 2 herë Shqipërinë, kemi bërë shumë aktivitete, ju rikujtoj që Feyenoordi do të mbetet në histori si pjesëmarrës në finalen e parë të Conference Ligës në Europë dhe i cila u luajt në Tiranë. Falenderoj edhe një herë për pjesëmarrjen. Dua t'ju garantoj që këto lloj marrëdhëniesh dhe ky lloj kontributi i përbashkët do të vazhdojë dhe do të jetë kështu. Faleminderit gjithëve. Zoti Duka, ju falenderoj shumë për mirëpritjen dhe organizimin e këtij eventi të mrekullueshëm historik. Kjo është java jonë kulturore, por njëkohësisht edhe përvjetori 55 vjetorit të marrëdhënieve diplomatike. Viti 1970 ishte viti ku nisën marrëdhëniet tona, por edhe më e rëndësishme është ajo që ndodhi 55 vite më parë, ajo ndeshje historike mes 2 skuadrave. Unë jam ambasadori i Holandës në Shqipëri, por ambasadorët e vërtet janë këtu sot. Jemi të lumtur që ishim hapi i parë mes Holandës dhe Shqipërisë për zhvillimin e këtij bashkëpunimi. Siç tha edhe presidenti, kjo është diçka që shkon përtej kulturës, është shumë e rëndësishme për ne të jemi këtu, dhe kjo është arsyeja pse ndodhemi sot këtu, për të hedhur hapin tjetër. Shpresojmë që së bashku të mund të rindërtojmë dhe të bëjmë një hap edhe më të madh drejt së ardhmes. Në futboll, miqësia është gjithmonë e fortë, pavarësisht nëse fitojmë apo humbasim. Kur më erdhi ftesa për të rikthyer në Shqipëri për këtë event, në kuadër të javës kulturore të Holandës dhe marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Holandës, menjëherë thash po sigurisht, doja t'i takoja sërish njerëzit. Ishte një ndjesi shumë e bukur dhe duhet të them se gjithçka ishte ashtu siç e kisha menduar. Pikërisht ajo që prisja dhe që ndjeva këtu në Shqipëri. Jam vërtet shumë i kënaqur që ndodhem këtu. Falenderoj Federatën e futbollit, ambasadën holandeze, që në kuadrën e marrëdhënieve Shqipëri, Hollandë zgjodhen që shikojmë një ngjarje më të rëndësishme në futbollin e asaj kohe, në vështirësi të mëdha që ishte vendi ynë, pa një takim ndërkombëtar, të luash me një ekip botëror. Është një mësim i madh, domethënë për neve, dhe gjithashtu është një nder për ekipin e 17 që mundi në atë kohë të vështirë të japi një rezultat të jashtëzakonshëm. Falenderoj presidentin e Federatës së Futbollit dhe zotin ambasador për këtë organizim të shkëlqyer. Për mua mbres Lënës, i cili besoj të vazhdojë dhe në të ardhmen